Sot i operon syt, nesër zgjohesh edhe sheh 100%. Ma shumë se 50% pacientëve janë shqiptarë. Prej Kosovës që vinë shumë, 350 paciente që i kemi operu. Në moshën 11 vjeçare kemi ardhur në Zvicër, do të thonë baba ka pas punu më herët këtu, vetë shkon. Unë me vllaun edhe me motrën edhe me nonën time, jemi konë në Kumanov në atë kohë, edhe tana baba na pat marrë për në Zvicër. Prindit gjithherë, mas shumë ti baba më pat këshillu që zgjedhë një profesion që kur të kthej mu për në vendlindje, është konë gjithherë ideja për mu kthi njëherë në vendlindje, kur të kthej mu në vendlindje, të kesësh se çka me punu.